Është organizuar të dilën në Podgorinë të Maliqit festa e Kories, e cila përkon me 82 vjetorin e krijimit të çetës partizane të Malit të Thatë. Në një ceremoni përkujtimore u nderua me mirënjohje dhe respekt kontributi luftëtarëve të parë që ngritën armët për liri. Në këtë përvjetor u kujtua me nderim të thellë vepra heroike dhe sakrifica sublime dëshmorëve të Adheut, emrat e të cilëve do të mbeten përjetësisht të gdhendur në kujtesën historike të popullit ton. Na takon të gjithëve që ta kujtojmë këtë datë, të nderojmë të rënët, të respektojmë jo vetëm ta, por edhe familjet e dëshmorëve prej të cilëve ne marrim çdo ditë atë çfarë duhet të kalojmë brez pas brezi. Shumë faleminderit organizatës familjeve dëshmorëve, organizatës së luftës nacional qërimtare, organizatës veteranëve, të cilët nuk lënë në asnjë rast që ne të na shpëtojë një datë historike. Me këtë rast, përshëndes në shenjë mirënjohje respekti familjet e partizanëve që e krijuan dhe mbushën radhët e çetës. Të përshëndes familjet e dëshmorëve që falën gjakun e tyre të heroizmit në emër të Adheut. Të përshëndes familjet e kryetarëve dhe luftëtarëve të zonës. Përshëndes pjesëmarrjen tuaj të të ftuarve në 82 vjetorin e kësaj çete. Kjo festë është kthyer në një traditë të përvitshme duke kujtuar dhe nderuar këtë ngjarje historike të popullit shqiptar.